5 milion të infektuar dhe 60.000 viktima në vit, raporti Tronditës zbulon boshllëqjet në shëndetësinë europiane. Europa rrezikon të mos arrijë objektivin për eliminimin e hepatitit viral si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Paralajmërimi vjen nga Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ECDC, e cila ngre shqetësimin për boshllëqjet në vaksinimimin e fëmijëve, diagnostikimin e hershëm dhe masat parandaluese, pavarësisht përparimit të viteve të fundit në luftën kundër hepatitit B dhe C, miliona qytetarë europian vijojnë të jetojnë me infeksione kronike, shpesh pa e ditur se janë të prekur. Këto infeksione mund të shkaktojnë pasoja të rënda fatgjata përfshirë, dëmtime të rënda të mëlçisë, cirozë dhe kancer të mëlçisë. Sipas të dhënave të ECDC-s, rreth 5 milion persona në Europë jetojnë me hepatitin kronik B ose C, ndërsa rreth 60.000 njerëz humbin jetën çdo vit nga sëmundje të mëlçisë të lidhura me këto infeksione. Hepatiti B dhe C transmetohet kryesisht përmes kontaktit me gjak të infektuar ose lëngje trupore dhe konsiderohet ndër shkaktarët kryesorë të sëmundjeve kronike të mëlçisë në Europë. Raporti vlerëson se janë bërë hapa të rëndësishëm në parandalim. Rastet e hepatitit akut B kanë rënë ndjeshëm që prej vitit 2006, falë përhapjes së vaksinimit dhe masave mbrojtëse. Gjithashtu, vaksinimi i fëmijëve dhe kontrollet gjatë shtatzanisë kanë ndihmuar në uljen e transmetimit virusit nga nëna tek fëmia. Megjithatë, ECDC thekson se Europa ende përballet me sfida të mëdha. Vetëm pak vende kanë arritur objektivin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinimin e plotë të 95% fëmijëve kundër hepatitit B. Probleme mbeten edhe në fushën e parandalimit të transmetimit. Programet për ofrimin e pajisjeve sterile për personat që injektojnë drogë, si dhe shërbimet e testimit dhe trajtimit nuk janë ende të mjaftueshme në shumë vende europiane. Sipas ekspertëve të ECDC-s, vaksinimi, diagnostikimi në kohë dhe trajtimet moderne mund ta kontrollojnë dhe në perspektivë të eliminojnë hepatitin viral si problem madhor të shëndetit publik, por për këto shërbime duhet të jenë të aksesueshme për të gjithë qytetarët.